përshëndes nga Gjermania, nga dikur ka qenë shtëpia ime. Ishte marrë shumë malli realisht për shtëpinë këtu në Gjermani, pavarësisht se Armando e ka ndryshuar komplet, domethënë nuk janë gjërat siç kanë qenë më përpara, që këtu kanë pasur një kënd që nuk është më, tavolina ka qenë kafe, druri dhe jo e bardhë, prapë ka atë ndjesim për brenda njësoj shumë të bukur. Sot është 8 marsi. Unë i uroj çdo vajzë, çdo gruaje, çdo nënë, çdo femër në këtë botë gëzuar 8 marsin për forcën e mbi natyrshme realisht që ne kemi dhe sa të forta që jemi si qenie, nuk duhet të dorëzohemi kurrë së reshturi për atë lirinë tonë, për ëndrat tona dhe për jetën tonë. Një nga këndet e mia të preferuara këtu tani te shtëpia në Gjermani është ky kënd i këtu që Armando e ka bërë për kafe. Koha është fantastike fare, diell ngrohtë. Spending the night in Dixon, 60-odd miles from a plan. Is it too late to learn to listen? Too late to be less a man? How many yesterdays are between us now? How many yesterdays are between us now? Edhe një gotë kola. Sa kushton tani ju lutem? 4 euro për zolla, 3 euro e gjysmë për pite, edhe 3 euro për djathtë. Unë pite s'doja ju. A kështu jeni mësuar ju këte nga Gjermania? Mirë. Sorë teftona. We carried it all, cobbling miles as we go. Prekjet e fundit të buzët është glossi nga The Routine dhe ka këtë ngjyrën si cherry, edhe më pëlqen shumë në disa kombinime. Është ky glossi këtu. Mirëmëngjes, jemi në një ditë tjetër. Sot jemi bërë gati sepse do dalim për shopping. Unë, mami edhe Anja. Anjan e njihni besoj, Anja është shoqja ime e Gjermanisë, por jo vetëm shoqja ime, edhe motra e të dashurit tim. Në listën time kam shumë gjëra që duhet të blej, që nga gloss nga Kiko, sepse është një gloss nga Kiko që më pëlqen shumë, dixa që më lë dhe është shumë natyrale, jo kaq cherry. Ka lloj, por unë dua ato që më është fiksuar dhe e kam bler 2-3 herë. Një gjë tjetër që duhet të blej janë xhinse dhe duhet të shoh tek Zara. Një gjë tjetër që duhet të blej është një portofol për një kulet për lekët e mia, sepse kam këtë të Gesit, po kam ja 3-4 vite mos gaboj, edhe ka filluar që po ripet pak te pjesa poshte dhe nuk më pëlqen. Pavarësisht se më kombinon shumë bukur me një çantë, se janë të dyja i njëjti material, por do shohim dhe gjërat edhe tjera, çfarë mund të blejmë, çfarë mund të na duhet, do doja shumë të blija dhe një parfum. Do shohim dhe çfarë do mund të gjejmë. Edhe tek Rossmann dua të bëj disa shopping të mira, sepse në Shqipëri i gjej gjërat, po i gjej me çmime shumë herë më të larta dhe nuk më duket sikur është e njëjta cilësi si këtu. Nuk e di, është vetëm psikologjike kjo gjë apo është e vërtet kjo që unë mendoj. Send me
bar t-shirt. Kam lëndërtarën hapur gjë motora që kanë në jashtë. Kam këtë bluzën e bar t-shirt, po ju thoja, është shumë e madhe dhe në fakt ja ka marrë Armandos që kur kam ikë në Gjermania dhe mendova që t'ja lë. Dhe mora një bluzë tek Zara të njëjtë thjesht, po ju a lë dhe kodet tu, nuk e dini se ju interesojnë ose jo. 8,95 euro ka kushtuar. Provova 500 gjëra tek Zara, po nuk po ndihesha rehat, domethënë nuk dija çfarë doja të merrja ose jo. Mora një palë gjinse në këtë ngjyrën e zbardhur, i ka marrë masë më të madhe se që jam, sepse dua të më rinë të gjera të lirshme. Ky është edhe kodi, e sigur që duhet ju dalin dhe te Zara në Shqipëri ose kudo në botë. Janë të gjera, shumë të bukura, nuk kam një palë gjinse në ngjyrë të zbardhur të tillë, kështu që patjetër që do i merja, sado që nuk jam shumë krenare për këto lloj modeli dhe nuk jam shumë e lumtur. Nuk ishte fiksaj që doja me pak fjalë, shkova tek Kiko, sepse më duhesh patjetër që të merja lip glossin tim të preferuar, që është ky këtu, është 05 a mos gaboj. Këto janë kodet, është fokusuar. Dhe është ky me pak fjalë kartoni, është shumë i mirë se ky të lë një xicë shumë të bukur te buza, mbasi ikën. Edhe ata që kisha në Shqipëri, kisha të dy në fund, kështu që e mora këtë. Më pëlqen shumë ky. Një produkt i ri që mora te Kiko, që nuk e kam përdorur ndonjëherë më përpara, është një highlighter. Shikoni pak se sa i bukur që duket, shumë nice. Është Glow Fusion Powder Highlighter, është 01, është më natyrali dhe hapet dhe duket kështu. Okej, këtu ka pjesën e pasqyrës. T'ja heq këtë letrën. Okej. Tada, sa bukur. Ka edhe letrën këtu. Edhe që nga vërtet shumë i bukur. Shumë i bukur. Tua provoj pak këtu te dora unë, po nuk duket fare këtu te kamera, e sigurt që nuk duket. Që nga shumë i bukur në dritë, wow, perfekt. Ka gjëra mora unë në fakt. Apo, mora edhe një tuf me lule për shetin tim për të kujtuar kohët e vjetra, dhe nga që mora këto lulet, edhe Armando nuk ka një vazo tamam në shtëpi, i bëra dhurat një vazo të tillë për shtëpin që mora te Kik. Jo te Kiko, po te Kik. Po ja heq këto, sepse dua që të vendos këto lulet. Gjajnë shumë tillë të bukura. Po i lë këtu për momentin. T'ju tregoj edhe se ç'a mori mami, se mami gjeti gjëra më të bukura se mua. Shikojeni pak se sa e bukur është kjo që ka marrë mami. Nuk e di, është në formën e një trikoje, po kombinon shumë bukur, është material shumë i trash, i rënd, dhe e mori tek Zara në masën L. Këto janë kodet dhe mua më pëlqeu shumë, gjanë shumë zonjë kur e vesh këtë. Po tani që po e shikoj ma, edhe unë mund ta kombinoj shumë bukur me një palë pantallon Alino treqerekshe që kam. Mami po tund kokën, do me thënë që po Paula, do ta veshësh. Po mirë, xhaketën jo, ama këtë fundi që mori mami, super i bukur. Është i gjatë dhe vjen kështu i derdhur me këtë copën super të hollë. Edhe ky është fantastik fare, tek Zara e ka marrë mami. Dhe është kodet këtu 25 euro. Marr edhe një bluzë të thjesht fare, ngjyrë kafe, që është kjo këtu një t-shirt i thjesht. Dhe kjo t'ua tregoj te këtë kodet me që i tregova të gjitha, këtu janë kodet. Do me thënë, mami ka bërë shopping më të suksesshëm se sa unë. Vërtet Bushi nuk erdhi me ne, po ne nuk e kemi harruar që t'i blejmë gjëra të bukura dhe babit, dhe do ju tregoj se kam këtu 3 palë këpuc, një palë janë të Armandos dhe një palë të babit, dhe më duket kemi marrë dhe një palë shapka, prisni. Këto këtu janë të Armandos dhe i donte për përditshmëri, nga 1 në 10, 2, nuk më pëlqejnë. Tik zosh vllai i dashur, edhe pse nuk më pëlqejnë. Këto shapkat e babit janë super nice, mua më pëlqejnë shumë çunat që vishen me këto shapka, se ngjan shumë fashion, edhe ndërkohë janë shumë super të rehatshme, kështu që bravo mami që i zgjodhi. I zgjodhi ti? Mirë, i zgjodhi ti, i pagoj mami. Bravo mami që i bleve. Pritet. Për zëri. Ma shëti karrierë. Edhe këto atletet e babit, super të bukur edhe këto, se babi vishet shumë me kafe, bezh, blun, këto janë ngjyrat e babit, edhe këto këtu janë shumë të bukura. Dhe këto mami, bravo që i zgjodhe dhe që i bleve.
Ky është gjithë unboxing për sot. Ditët në vazhdim do kemi sigurisht blerje të tjera. Tani do ham, çfarë do ham ma? Këpucat, fundet, fustan. And when you go, I will fall back apart. Find pieces of me all over the yard. In this house of cards. She says, hey man, there we're just. Ky është një nga outfitet e mia më të preferuara të këtyre ditëve. Mirëmëngjes! Bërë make-upin, jam veshur dhe do dal sot veç me Anjën, do shkojmë nëpër dyqane, do bëjmë pak shopping, gjëra të vogla cutie, dua të blej një 2-3 suvenire të vogla për një 2 shoqe, edhe nisim ditën në këtë mënyrë. Më pëlqen shumë outfiti im sot dhe do marr edhe xhaketën, vetëm këtë kam, kështu që nuk kam opsione të tjera. Kam edhe pellushin e gjatë, por është tepër vap për të veshur atë. Dikur e gjithë kjo hapësira këtu ka qenë dhoma ime e gjumit. Dhe Armando e ka bërë ashtu siç duhet të ishte në të vërtet në fakt salloni. Hanging on, walking tall. Some days I got no use for it all. Working hard, making less. Që të ham, edhe nuk dim çfarë do ham. Me shpresën dua që të gjej ato picat që janë në Moritz Platz. Nuk e di janë ca pica që i bën një italian, janë shumë të mira. Nuk e di nëse do t'i gjej, po dua shumë që t'i provoj se më ka marrë malli. Janë hapur, kështu që hajdeni të ham pica bashkë. Ju, sa të mira që janë, na bëf të mirë. Hidratuesin tim të preferuar, sigurisht që do e merrja me vete në Gjermani. Edhe është momenti që pas dushit t'i rikthehemi kësaj qetësisë dhe lëkurës së hidratuar, sepse këto ditë në fakt e kam pas goxha edhe shumë të thatë për shkak se kam bërë edhe peeling edhe duhet ta mbajmë sa më mirë të hidratuar. Nuk qenë ka drita shumë i mirë, po xhaketa që unë mora është nga Stradivarius, është si tip crop, e shkurtër që vjen kështu dhe pjesën më të bukur e ka pas që e ka me këtë të qarën dhe lidhet me këto 2 lidhse. Do mi shikoni në foto në Instagram, kështu që nëse nuk më ndiqni të shkoni edhe aty. Këtë gjën mora për vete sot, bluzë shumë e thjesht, Moschino që ka thjesht këtë logon këtu, e zezë, shumë e bukur për çuna me xhinse, ngjan shumë bukur. Edhe materialin e ka shumë të mirë. Kam marrë këto gjëra të cute, kam marrë në fakt mochi me tiramisu, për herë të parë nuk e kam provuar dhe thash do t'i jap me shoqet kur t'u jap dhe këto suveniret e vogla. Pa pak mbrapsh në fakt, janë këto këtu që janë varse o për çantën, o për çelsa dhe mua më pëlqejnë shumë. Hallo, good morgen, nga një ditë tjetër. Jam bërë gati. Janë ditët gjithmonë njësoj. Bëjmë gati, do me thënë zgjohemi, bëjmë gati, dalim, shëtisim, në për dyqane. Kjo gjëja këtu është dysheku se sot kemi fjetë të gjithë brenda në një dhomë dhe unë dhe mami dhe Armando. Edhe në mungesë të një mashe për kaçorela për flokët, i kam bërë me këtë rob dyshanin kështu në këtë mënyrë duke i kthyer flokët rreth e vërdall, por nuk u kujtova që mbrëm budallaqa, po kujtova tani në mëngjes para s'kam as 10 minuta që i kam bërë, edhe po shfrytëzoj momentin derisa shoqja të më thotë do takojmë me Sonilën sot.
derisa Sonila të më thotë që shko Paula ditë se jam gati, edhe në mënyrë që të dal edhe unë. Ky është make-upi im që bëj pothuajse gjithmonë, fytyra shkëlqen fal 2 produkteve që unë përdor gjithmonë, hidratuesit dhe SPF-s që i kam marrë të dyja tek Glowy Skin, ja po a tregoj. Janë këto të dyja. Nuk e di sa do bëhen, uroj shumë që të paktën thjesht të marrin një formë pak më të njëtrajtshme, jo ashtu si i kisha unë kur u zgjova. Dhe outfiti im sot është i thjesht, por shumë i bukur. Në rëmujën rreth e vërdall sepse nuk i kemi bërë punët akoma. Është kjo bluza që unë e kam marrë në Temu. Është shumë e bukur, do doja shumë ta vishja me një fund ose pantallona të shkurtra të zeza, por në këto kushte që jemi nuk kisha. Dhe janë këto xhinset e reja që unë bleva tek Zara, më rin pak të mëdhaja se i ka marrë masa 40, por i ka marrë vetë me qëllim që të më rin kështu shumë të gjera. I dashurim sot e kishte për të ardhur në Gjermani, sepse ka parë një makinë nga ato vintage të vjetra, Benzet e vjetër, edhe si ai dhe babi vet janë shumë të fiksuar me ato makina, por nuk erdhi dot, kështu që shpresat e mia u prishën edhe u thyen në mes, sepse menduam dhe bëm planin që do ktheheshim bashkë me makinë. Por jo, s'ka gjë, do kthej me mamin me avion, më mirë për nga një anë, sepse nuk do lodhem aq shumë. Okej, do dalim. Nuk kam filmuar 2 ditë nga klipet e fundit që keni parë, sepse normalisht kam dashur që ti shijoj edhe pak ditët veç me vllai dhe me mamin. Nuk kemi bërë ndonjë gjë të jashtëzakonshme, përveç se kemi kaluar kohë bashkë, jemi kënaqur, kemi bërë muhabete që nga telefoni normalisht nuk bëhen dot, dhe avash po i vjen fundi këtij udhëtimi. Dua shumë edhe shumë fare që të xhiroj në mënyrë që të kem kujtimet e mia. Njësoj si tani, po t'i kthem kanalit tim nga fundi, kam aty vërtet atë ditarin tim digital që më kthejnë pas në kohë, në kujtime. Nuk e keni idenë që ndjesi është të shohësh veten mbas 2-3 vitesh, foto dhe video që ke postuar, edhe janë si një film, si ato kasetat që filmonin prindrit tanë njëri një kohë pa shumë editime gjëra, edhe më pëlqen shumë ky fakt dhe nëse ka një gjë që do ta bëj gjithmonë është që do bëj video, ndoshta edhe jo për YouTube, po gjithmonë do bëj video, gjithmonë për jetën time, në mënyrë që një ditë në një të ardhme, kur të kthehemi pas në kohë, për të treguar edhe fëmijëve të mi, nëse do vi ajo ditë, që shiko sa bukur, si të shoh unë me shumë dashuri edhe shumë bukur atë ndjesinë se si prindrit tanë kanë qenë më përpara, si kanë jetuar. Do doja shumë që këtë gjë t'ja dhuroja në thonjza edhe fëmijëve të mi në një të ardhme. Wow, sa bukur ka ndalë, imagjinoni me 15-20 minuta. Jam gati, ka ndalë goxha me volum, shumë të buta flokët, jam vetëm me këto të zezë dhe nuk bien flokët fare në sy. Po ju bëj outfit çek bashkë me flokët në tualet, mendje. Duhet ta praktikoj më shpesh këtë metodën e flokëve, sepse para njëra është pa nxehtësi, edhe dyta dalin shumë bukur. T'ju tregoj edhe pak. Të vesh këtë do vesh se edhe për pellush nuk është aq ftohtë. Kur të shkojmë në shtëpi, do të ndryshojmë një kënd tek kuzhina e Armandos, salloni.
gjërat e fundit që ne blejmë dhe mbyllim me shopping. Mora me mamin këto 2 parfume tek Zara. I pari është ky këtu, kishte një aromë shumë të freskët për tani në pranverë, dhe i dyti është ky këtu që e zgjodhi Armando, se i pëlqeu shumë, ishte një aromë shumë e ëmbël e freskët, fix për pranverë verë. Dhe okay, zgjedhja e tyre është që bleva unë që kisha shumë kohë në fakt që e kërkoja dhe nuk është se më kishte dalë ndonjëherë para, ishte një triko e tillë që ke mora tek HM-ja. Triko super thjesht bazike dhe më pëlqen shumë, sidomos tani që ngrohet edhe koha, që ta vesh dhe ta kombinoj. Po ju lë këtu kodet. Ndryshojmë një kënd tu tek salloni Armando, se shkëndi komplet këtej majtas, që është pak rëmuj dhe unë s'po ja tregoj tani se kam lënë dhe unë të gjitha rrobat që kam marrë. Dhe kemi blerë disa gjëra të reja që do ta ndryshojmë komplet totalisht. Do t'ju tregoj në fillim ç'a kemi marrë. I kemi blerë të gjitha te Action. Ky në fakt është një raft që vendoset në mur dhe do ta vendosim si për një komodine të bardhë që kemi marrë tek IKEA. Dhe do ngjajnë shumë mirë të sinkronizuara me njëra tjetrën. Kemi një panoram që në fakt nuk është për ta i këndi aty, por është e një cep këtu. Dhe kjo në fakt është një weekly planner, që në fakt Armando nuk ka një agenda apo planner siç ne gocat kemi, dhe i sugjerova që të merrte këtë. Është në formën e kornizës dhe ta lënë në një vend ose të dhomën e tij ose në kuzhinë dhe të shënoj takimet të rëndësishme. E dini tani që këtu në Gjermani nuk funksionon asnjë gjë pa takime ditë specifike. Si këto të kashtës, sepse dua që la mua në dorë, të them të drejtën, të gjithë pjesën Armando, kështu që unë kam bërë çfarë të dua dhe po e bëj në vajmin që unë dua. Edhe këtë e dua për ta vendosur si për komodine, sepse kam marrë edhe një abazhur, edhe ndonjë lule dhe qiri që ta bëj aty cute, shumë stil bohemian. Këto të dyja në fakt janë shumë praktike dhe janë në këtë të silikonit dhe i mora për në kuzhinë, sepse Armando e ka tavolinën e bardhë dhe kuzhinën e ka në ngjyrën blu, kështu që këto kombinojnë shumë bukur bashk. Ky është në formën e abazhurit dhe qiriu që t'i vendosim të dyja aty. 2 lule të vogla për t'i vendosur te korniza e bardhë që ju tregova në fillim. Një lule tjetër për mbi komodin, një mbajtse për kryetëset e veshit. Ky korniza të tilla për t'i vendosur mbi raftin po prap të bardhë. Nuk e di nëse do mbajmë këto apo do vendosim fotot tona familjare. Dhe e fundit një orë, sigurisht me motive jeshile dhe kornizën që e ka në gri dhe në të zezë anash, sepse këndin këtu Armando e ka ngjyrë gri edhe përshtatet shumë mirë edhe me ngjyrën jeshile që po bëhet i gjithë ambienti pak a shumë. Po më bie telefonin bukat apo? Mami mori këto pantallonat për babin. I pëlqyen, ishin 10 euro tek Action dhe tha ti ke t'i ndroj në përditshmëri. Besoj dot që po bëjmë mbylljen e këtij vlogu, jam shumë e lumtur dhe mërzitur në të njëjtën kohë që do ikim, vllajin do i lëm këtu, do i kthehemi rutinës. Këndi që rregullova është ai aty. Sistemova pak edhe pjesët këtu sipër, mora të gjitha pluhurat, pastrova, nuk kam bërë ende çantën gati, nesër nisemi. Dhe ju falenderoj shumë që ishit dhe në këtë udhëtim të jetës tonë familjare. Do shihemi në vlogjet e tjera të Shqipërisë. Deri atëherë, unë ju përqafoj fort. Uroj shumë të keni kënaqur edhe juve dhe të ketë pëlqyer ky vlog. Dhe bye, shihemi. Ciao.